Nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi përsëri sot në podcastin e Liris, në podcasti Okult. Sot jam përsëri me mikun tim Redi Varaku nga NTV-ja, gazetarin simpatik të NTV-s, për të biseduar për gjithë të ngjarjet e reja që fatkeqësisht evoluojnë për keq. Ashtu siç ne e kemi parashikuar prej kohësh, këta janë duke u përgatitur të bëjnë një rivendosje të madhe. Para se të fillojmë bisedën, dua të kujtoj për të bërë subscribe kanalit që t'ju ndjekim ne ju dhe jo ju ne. Njëkohësisht ju na ndihmoni ne në lidhje me ato lehtësirat që na jep YouTube-i kur kalojmë ca numra të caktuar abonentësh. Gjithashtu dua të kujtoj që ne kemi një gazetë online, okult.org, mjafton ta shkruani kështu siç shqiptohet në shqip, në Google dhe ju do merrni menjëherë do t'ju ofrohet shërbimi në gazetë. Dua të kujtoj që ne kemi dhe një numër telefonin ku mund të na shkruani në WhatsApp dhe emisionet tona mund të ndiqen dhe me titra në gjuhët e ndryshme që lejon YouTube-i. Zoti Redi Varaku, mirë se më ke riardhur, është kënaqësi sa herë që shihemi bashkë. Mirë se gjeta, Fred, kënaqësia është gjithmonë e imja. Ngjarjet ndërkombëtare janë duke eskaluar, duke u zhvilluar, duke u përkeqësuar, jo vetëm që s'po arrihet një paqe në luftën në Ukrainë, midis Rusisë dhe Ukrainës, ose midis Rusisë dhe Perëndimit, por situata ka degraduar në ngjarje më të rënda. Është goditur në Siberi një qendër ku janë armët bërthamore dhe avionët në bombardues të cilët janë në dispozicion për këto armë bërthamore. Zelenski deklaroi që është shkatruar rreth 35% e kapacitetit që ka Rusia. Ne gjithse nuk mund t'i besojmë plotësisht lajmeve që jepen nga ana e Zelenskit dhe Perëndimit. Ajo që duket është që Britania, që është vënë në kryet e Evropës, si gjithmonë, njerë bëhet me Rusinë shkatron Gjermaninë, njerë bëhet me Prusinë dhe lufton kundër Rusisë, Austro-Hungarisë, Francës, njerë tjetër bëhet me Rusinë e Car Aleksandrit dhe lufton Napoleonin, dhe gjithmonë sa herë vë këmbën Anglia në Evropë, Evropa shkatrohet, kurse Anglia nuk është shkatruar asnjëherë, me përjashtim ca bombardimeve që bëri Hitleri në kohën e luftës së dytë botërore, në fillimet e vitit, në pranverën e vitit 39-40, rreth një viti. Përsëri Anglia duket që nuk do paqe, dhe kështu, Redi, situata duket e keqe. Si e mendon ti, Rusia ka kërcënuar Berlinin, sepse mendon që Gjermania është duke e armatosur tash Ukrainën pas një tërheqje të Trumpit për të furnizuar me armë Ukrainën. Ndërkohë në Poloni ka fituar kandidati i cili është kundër luftës dhe mbështetjes, se dihet që 95% e armëve që merrte Ukraina kalonin përmjet Polonisë, tash ai do t'i thotë jo. Mirë po, Putini duket që kërkon ta shtyjë luftën. Ka thënë që do bombardoj Berlinin për këtë dëm që ju shkaktua. Pra, pa u ndaluar furnizimet me armë të Ukrainës nëpërmjet Polonisë, po hapet lufta mes Rusisë dhe Gjermanisë. Mendon ti që ka një dorë që organizon këtë dhe të gjithë janë bashkë, apo gjërat janë kështu siç duken dhe në fund Rusia do të shkatrohet? Ka dy kontekste, Fred, kjo histori. E para është konteksti i një historisë së përplasjes midis Rusisë dhe Ukrainës, ku dihet që jemi në pikën ku për herë të parë palët janë në diskutime direkte për sa i përket arritjes së një marrëveshje për një armëpushim, madje janë në Stamboll dhe po diskutojnë se çfarë. Domthonë në takimin e parë arritën që të shkëmbejnë
një mit burgosur me njëri tjetrin, ndërkaq që jemi në pikën që vazhdojnë komunikimet direkte dhe kjo duhet theksuar. Për herë të parë kemi Ukrainën dhe Rusinë që komunikojnë direkt, domethënë jo nëpërmjet palëve të treta. Pra në kontekstin e këtyre zhvillimeve duhet të informojmë teleshikuesit për faktin që Rusia ka nisur një ofensiv për 3 oblaste tjera, 3 krajina tjera, Georgi në Sumi, në Kharkiv dhe Xhergonivik, më duket se kështu të paktën shqiptohet. Pra, ideja është që në këtë kontekst palët po i tregojnë njëra tjetrës fuqinë e tyre në terren në mënyrë që të marrin diellin më të mirë të mundshëm. Pra, vendimi i Putinit, urdhri i Putinit për të aneksuar dhe 3 krajinat e tjera, pavarësisht se thuhet që thjesht po krijon një zonë tampon, ato krajina janë shumë të rëndësishme për shkak se shkojnë shumë afër Kievit dhe rrezikojnë thyen atë le të themi atë rezistencën e mbrojtjes ukrainase. Pra, vendimi i Putinit ka provokuar këtë sulm që duhet thënë sulmi mbi bazat e ruse. E paralajmëroi Trumpi para sa ditësh ta je duke lojtur me zjarr. Trumpi tha të mos isha unë, tha ti e di, ti dhe Rusia e dini çdo kishit hequr. Dhe unë po ju mbroj, jam gjatë gjithë kohës duke ju mbrojtur. Para 4-5 ditëve në një Twitter Trumpi e paralajmëroi këtë gjë. Por thash, jemi në këtë kontekst. Jemi përballë një sulmi që kam dëgjuar komentator, madje para se të vija këtu, po dëgjoja që krahasonin me një pikë kthese të rëndësishme, krahasonin me vendimin e trupave gjermane për të filluar atë që quhet operacioni Barbarossa, që synonte pushtimin e Rusisë. Bashkimit Sovjetik në atë kohë. Pra është një pikë kthese shumë e rëndësishme sepse në një farë mënyrë zbuloi dobësitë për sa i përket e mbrojtjes ruse. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por është në kuadër të një armëpushimi që po tentohet të arrihet midis palëve. Kjo është narrativa e parë. Narrativa e dytë lidhet me faktin se ka Lindsey Graham apo Victoria Nuland janë neokoncat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po vazhdojnë dhe po duan ta zhysin Trumpin në një përplasje të hapur me Rusinë, çka do të provokonte pastaj një luftë bërthamore, se duhet thënë, të godasësh avion bërthamor, sepse ato janë bombardues bërthamor, janë të aftë për të mbajtur koka bërthamore. Pra nëpërmjet këtyre avionëve Rusia kryen të gjitha goditjet bërthamore që kanë plan të kryej. Kështu që nisur nga ky kontekst dhe kjo narrativ tjetër, po thuhet që Trump do më thënë po detyrohet nga neokonsat për të përplasur me Rusinë. Me se u qëlluan ato redi? Me dron $400-500, me thonë drejtën. Se unë po i shikoja dhe mënë se si kishin punuar. Si mundësi që kanë hyrë në një territor aq të gjatë dhe kanë arritur deri. Kanë hyrë në mënyrë kontraband, sigurisht kanë hyrë nëpërmjet vendeve të treta, se s'kanë hyrë nga Ukraina. Kanë hyrë, janë afruar afër këtyre bazave dhe kanë goditur, po thash është e nxjerr tërësisht të dobët Rusinë. Pra ajo Rusia që gjatë gjithë kësaj periudhe portretizohej si një superfuqi e re botërore, përballë kësaj, domethënë ka dalë tërësisht e zhveshur për sa i përket pafuqisë saj për të mbrojtur, le të themi, hapësirën e vet, qoftë ajrore, po dhe bazat, thash, goditja tek bombarduesit bërthamor, nuk po flasim janë godit avion normal, po flasim bombardues bërthamor, po flasim, domethënë, elita e avionëve të ish Bashkimit Sovjetik dhe elita e avionëve me të cilët Rusia krenohej sot. Pra, në një farë mënyre është tronditur e gjithë gjëja, pavarësisht se duhet parë thamë, Ministria e Mbrojtjes Ruse nuk është se ka patur disa goditje, ka patur disa zjarre që janë hedhur, janë evidentuar se kush janë përgjegjësit dhe po analizohet me këtë. Edhe pse është e paqartë, sepse nuk po lexohet mirë qëndrimi, si thuash, i vërtet që do të prodhoj Vladimir Putin pas këtij agresioni, cilin ato e quajnë sulm terrorist mbi bazat. Por thash, është
jashtëzakonisht e rëndë kjo që ka ndodhur për sa i përket reputacionit të Rusisë, për sa i përket asaj që Rusia pretendonte gjatë gjithë kohës në të gjitha tavolinat ku ulej. Pretendonte të ishte kthyer nga fuqi rajonale në një fuqi botërore. Në fakt, në luftën konvencionale, se në luftën bërthamore ka qenë fuqi bërthamore. Lufta bërthamore dhe provokimi, prandaj them që ka dy narrativa. Të provokosh pastaj një fuqi bërthamore në pikën që ti synon, ti godasësh avionet e saj bombardues bërthamor, është të jesh i çmendur. Por mua duhet të jesh i çmendur, unë pavarësisht se gjatë gjithë kohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, administrata e tij e ka mohuar një dieni paraprake për sa i përket kësaj. Unë mendoj që kjo që ka ndodhur është shumë e rrezikshme. Ndaj po them që po shkoj tek ajo që thash, varianti i parë, që kjo po bëhet në mënyrë që të arrihet një marrëveshje midis Rusisë, për ta detyruar Rusinë të ulet në këto territore që është mos avancojmë. Të pranoj kushtet. Prandaj them, sepse nëse është e tillë gjë, nëse ti ke te kaluar çdo lloj kujdesi, ku di unë, çdo lloj parajmërimi në momentin që e godet tjetrin tek avionët bërthamor. Pra kur ti godet një fuqi bërthamore mund zemrën të saj. Por mua provokimi është i jashtëzakonshëm dhe provokim që mund prodhoj dhe do e shohim. Pavarësisht se diskutohet që kundërpërgjigje do jetë me oreshnike, me armë konvencionale, sigurisht me raketa hipersonike etj, po do të shohim. Ajo që lexova unë nga reagimi i Ministrisë Mbrojtjes ruse nuk duk sikur e kishin marrë aq seriozisht, pavarësisht se shumë le të themi komentator parajmërojnë një kundërofensiv të madhe ruse për sa i përket kësaj, por nuk Ukrainasit kishin parajmëruar që në zona e konfliktit edhe në verime përjashtim të zonës jugore të Ukrainës, e kishin bërë një hartë me të kuqe që janë zona që mund të goditen dhe me armë bërthamore. E pash atë, ishte domethënë provokimi aty mund të çojë aty, por nuk besoj unë i ri kësaj me shpresë që nuk është ajo tjetra, sepse nëse këta neokoncat që janë afër Trumpit kanë plan këtë lloj provokimi për mua, domethënë thash të provokosh një fuqi bërthamore. Victoria Nuland ka lidhje me Trumpin sot? Jo, është i njëjti stil, janë të njëjtë, jo, Victoria Nuland janë sipas komentatorëve thonë që janë i njëjti grup që rrëzuan Viktor Janukovicin dhe bën atë që quhet revolucioni në Maidan Square. Pra janë të njëjtët njerëz që janë tani pranë është e njëjta frym. Dhe Lindsey Graham është përfaqësues i të njëjtës frym. Kjo është ajo që po diskutohet. Pra, nëse vazhdohet në këto ujëra, vazhdojmë me të se Trumpi i largoi njerëz si Liz Cheney e këto, domethënë që ishin përfaqësuesit kryesor në konsulat. Po, është e njëjta frym, po them. Është e njëjta nuk besoj që e ndikojnë Trumpin në kons. Kjo duhet parë, pra. Kjo duhet parë. Paktën kështu thon komentator për të rikthyer edhe një herë temës, më bëri përshtypje një postim i Trumpit, nuk e di as apo jo. Sa për ish presidentin Biden, tha, ka vdekur në vitin 2020, tha, dhe ky është klon, tha, ky që është tash, tha. Po presidenti Biden, tha, ka qenë Joe Bideni ka qenë burr i mirë, tha, dhe njeri i mirë, tha. Pasi ka vdekur, tha, kanë bërë këtë klonin, dhe ky tha është jashtëzakonisht i keq. Dhe ka pasur zëra në atë kohë, dhe madje edhe unë e kam thënë ndonjëherë që ky është klon. Mendohet nga shumë njerëz që Bideni është klon, dhe shumë njerëz e kanë marrë kështu si qesharake këta, kupton? Mi po tash ku doli presidenti Trump dhe thash gjë të tillë, dhe nuk është për të çuditur, kupton? Jetojmë në kohën e një inteligjencë të lartë artificiale, ne i marrim gjërat ato që marrim ne sot, këtë telefonin me touch që kemi 10 vjet apo 15 vjet që e mbajmë. Ky ka të paktën 75 vjet që është përdorur nga elita. Dhe ato që ne do marrim pas 75 vjetësh, ata i përdorin sot. Kështu që truri on punon 75 vjet mbrapa gjithmonë. Dhe pse nuk i lënë në këta kanë atë ligjin 70 vjeçar të patentës. E regjistron ti patentën dhe 70 vjet ka drejta
ta prodhoj asnjëri, se ky telefon për shembull mund të prodhohet edhe nga shqiptarët. Mund ngresh një fabrikë, ti e shikon si janë bërë këto dhe imiton. Pavarësisht se mund mos e nxjerrësh me të njëjtën cilësi. Po s'të lejohet, sepse dënohesh nëse bën pikërisht të lloj telefoni, se ky për 70 vjet e ka patentën të regjistruar dhe asnjë nuk ka drejt t'ja prodhojë nëse s'ta shet ai vet patentën. Dhe e kam fjalën që kur themi ne nga këto gjëra, truri njerëzve 70 vjet mbrapa, kupton? Këta do ta kuptojnë që këto ekzistojnë këto gjëra mbas 70 vjetësh kur të fillojnë të shikojnë hapur këto gjëra se si bëhen, si realizohen. Mirë, për të rikthyer edhe një herë temën së Redi, se më kujtove, domethënë këtë me neokonsët ke Trumpi dhe më kujtua kjo ishte deklaratë e fortë shumë që mediat e kanë anashkaluar, se kush e di tonë shmendur dhe Trumpi si unë para 2-3 vjetësh kur e thoja që ka mundësi që është klon. Tashi mua më duket sikur, sepse për të mbajtur një luftë të madhe, se unë mendoj që këta janë bashkë, për të mbajtur një luftë të madhe lindje perëndim, nuk mundet dot Rusia të luftojë me NATO. Me luftë konvencionale, 3-4 vjet. Pse s'mund të luftojë? Se s'ka kapacitete. Nuk ka GDP të lartë, sa do që ta kthejë ekonominë në funksion të luftës, nuk mund të prodhojë dot armët që prodhon Evropa. Evropa ka ajkën e inteligjencës botërore, jo evropiane, po botërore. Madje shkencëtarët e Evropës janë më të mirë dhe se shkencëtarët e të gjitha vendeve të tjera. Shkollat dhe universitetet që ka Evropa janë më të mira se të gjitha vendet e tjera. Sidomos është ajo që quhet Banania Blu, është kjo zona nga Milanoja, perëndimi i Austrisë, perëndimi i Gjermanisë, Hollanda jugore, Franca veriore, hyn në Londër edhe del në Liverpool e Manchester. Kjo quhet Banania Blu, që është zona më e zhvilluar me teknologji dhe me universitetet më të zhvilluara në botë. Dhe Evropa, ashtu si dhe Amerika, i lanë hardware-t, do me thëmë fabrikat, dhe u morën vetëm me software-t, pra me shërbime, me shpikje. Ata shpiknin një diçka dhe o shisnin fabrikave. I dhe që njako e ke dhe fabrikën, punëtorët i kini me kosto më të ullët, prodhojni ju, që dhe ju të zhvillojni. Pra, vendet e botës së parë, ose ato që quhen high rank, do në rangun më të lartë në vendet e botës së parë, që janë Evropë perëndimin përgjithësi, Silicon Valley dhe Evropa perëndimore, prodhonin software-t. Dhe ebnin Kinës, që këta janë ngritën hardware-t, pra fabrikat. I thonë Kinës mere bëhe, po trurin, këta e kanë shpikur këta, nuk e ka shpikur Kina. Edhe makinat elektrike i kanë shpikur këta dhe japin Kinës t'i prodhoj, dhe ne dim se i bën Kina. Kina fiton nga puna e saj në fabrika me kosto të ulët, edhe i shet me çmime të ulta. Kurse pjesën e luanit e marrin këta që i japin software-t. Dhe duke qenë që Evropa ka një zhvillim të lartë shkencor, ka një GDP të lartë, ka para pafund, që i ka para aktive, sepse Rothschildët janë pronarët e paras. Ata e metojnë dhe mbas 10-15 vjetësh që japin me qira, oke qeverit, oke bankat e nivelit të dytë që u rikthejnë përsëri, ata i marrin këto para bën aktive, i futin në për depo, në për magazina. Ata nesër i nxjerrin këto, thonë qa doni, bomba atomike, bëjmë sa doni. Sot e fillojmë për se njerëzit thonë Evropa është prapa. Jo, zotëri. Evropa është mjeshtre, si kur një lloj taler 20 vjet futbollin mos zhvillohet asnjë kampionat në Evropë, të zhvillohet në Afrikë dhe në Azi, po të rikthehet mbas 20 vjetësh, Evropa bëhet dominante prapë. Evropa ka shpikur luftrat. Evropa ka luftuar 5 shekuj perandorit me njëra tjetrën kur tjerë s'dinin që ishte lufta. Si mundet me 2 vapor mundnin Kinën në luftrat e opiumit, me 2 vapor, ja u fusnin atje në Lumejnt, i bombardonin, ju dojshën pallatin e Dimrit, ju bën çudo qefi. Dhe prap, kur ju them unë që Evropa është shumë e fuqishme, shumë bashkëbiseduesve të mi, ata thonë, Evropa kështu. Evropa është partallon Rusin për 24 orë, bën copa në luftë konvencionale. Mirë po, këto gjëra janë me plan. Dhe tash çfarë duan të bëjnë këta, siç e shikoj unë? Këta duan të rritin aleatët e Rusisë.
duan të futin aleat me Rusin mundësisht dhe Turqin, duan të futin aleat me Rusin Iranin, po, duan të futin aleat me Rusin Polonin, duan të futin aleat me Rusin Ungarin, po jo Rumanin. Rumanin nuk e lanë që të kalonte ande, presidenti ju vodhën votat, këti që ishte kandidat, dhe e mbajti perëndimi. Dhe duke u bashkuar dhe këta, bashkë me Rusin kundër Evropës, Gjermanisë, Francës, Anglisë, do të ketë një balans dhe lufta do të vazhdoj 3-4 vjetë, derisa të vritet gjithë rinia, të shkatrohen gjitha qytetet, të depopullohet, të mos prodhohen ushqime, të krijohet mizerabilitet, të krijohet uri, të krijohen mortaja, smundje, që të shkatrohet sistemi shëndetësor, që njerëzit të vdesin sa më shumë, nga uria, nga lufta, nga dhimbjet e mëdhaja, se po të dinte jashtë, të flesh jashtë, pleqt, nuk rezistojnë dot, po prishin shtëpit, po shkatruan, kështu që ta do vdesin para kohe. Pra ka një shkatrim të madh të papar. Dhe këta, unë mendoj që këta nuk janë këta komandantë të botës që shikojmë ne, domosë që mendojmë ne që janë, që nuk i shikojmë Rothschildët e këta. Këta janë lënë komandantë, është në mandat, po ata që komandojnë nuk e dim çfarë janë. Mund të jenë agartian që janë nga qendra e tokës, që janë një të tjera që na komandojnë, dhe ne mund të jemi si puna e asaj vaskës së peshkut, që peshi s'din gjë fare se kush është pronari, kush ju ushqen, kush ju hedh. Ata sulen aty brenda, zihen me njëri tjetrin tanë, kush taj më shumë, kush, dhe nuk kuptojnë që janë në një vaskë dhe ju ushqejnë tjerët, i kontrollojnë tjerët, i lënë të shumohen, si lënë të shumohen, i zhdukin ca, i marrin, i hanë, kupton? Dhe kështu mund të jetë dhe njerëzimi, ne mund të jemi në kontrollin e dikujt tjetër që na kontrollon. Këto janë fjalë pak të pabesueshme për ata që bën, do fillojnë ata sa kuash i çmendur, po s'më prish punë fare këto gjëra. Dhe si e mendon Redi, është edhe një rrezik tjetër që të hapet lufta prapë e kontrolluar në Iran. Izraeli mund të sulmojë Iranin. Sot presidenti Trump dje kishte bërë një status ku këshillonte Izraelin mos e sulmojë Iranin. Po është ti e di që politika ndryshe flitet, ndryshe veprohet në underground, mund t'i thonë sulmojnë, ne do të themi kështu. Si e lexon ti? Ndërkohë Kina mund të hap luftë me Tajvanin, Japonia mund t'i sulet Kinës, Australia me Japoninë dhe me Amerikën mund t'i sulen Kinës. Ndërkohë Rusi, Amerika mund të përpiqet të marrë Kanadan në këtë vorbull rrëmuje dhe luftrash botërore, dhe Groenlandën që ka deklaruar Trumpi. Trumpi po e tërheq ushtrit nga Evropa, po e le Evropën të digje dhe të përvëllohet dhe njerë. Më 5 qershor do takoj Mercin. Ky Merc për mua është një globalist dhe një fundërinë që është i papar. Domethënë është më ndyrë se Macron, se kupton. Megjithëse ishte sikur është përfaqësuesin forcet të djathtë, ndërkohë në Gjermani kanë filluar protestat kundër politikës së Mercit për furnizimin me armë të Ukrainës. Protestat të fuqishme të njerëzve, sepse po e kuptojnë lojën, që këta po e fusin botën në luftë botërore. Si e lexon Redi gjithse, çfarë mendon se mund të ndodhë? Tërheqja e SBA-s nga roli i qenurit, le të themi, ka rënë ajo bota unipolare, ku SBA-t në një farë mënyre kontrollonin dhe kishin përgjegjësi për gjithë mbarvajtjen, po themi, globale. Tërheqja e SBA-s. Është qëllimshme kjo mendon apo janë kështu siç duken? Tani kjo duhet parë sepse po di që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më në atë pozicion ku kanë qenë, dhe kjo ka nxjerrë zbuluar këto pikat e nxehta të konfliktit ku kemi Ukrainë, Rusi, kemi situatën Iran, Izrael, kemi Kinë, Tajvan, pra kemi pozien e gjithë bota. India nuk dihet nga do shkojë se India është kundër Kinës. Indi Pakistani është kundër Indisë. Kështu që Kina është me Pakistanin, Rusia përpiqet të shuaj luftën mes të dyave, Putini kërkon t'i qetësoj dhe të mos lërë armiqësi midis Indisë dhe Kinës në BRICS. Mirëpo mbajtja e BRICS-it është shumë i vështirë. Po, ndërkohë ajo le të themi projekti që nisi në Riyadh në le të themi në takimet, në fillimet e takimeve të para midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Rusisë, thuhet që është folur edhe për, le të themi, për një
arkitekturë të re të sigurisë globale. Pra, o këto konflikte po shkojnë pikën që do të rigrupohen dhe rivendosen dhe më pas do kemi një strukturë të re të arkitekturës sigurisë globale, ose do të shkojmë në kaos total siç po edhe po diskutojmë. Tani kjo duhet parë Unë mendoj kjo e dyta, sepse këta kanë atë parullën ordo ap kaos, domethënë vendos rregullin mbasi çka këto është kaos. Ky është rregulli numër 1 i elitës botërore. Ordo ap kaos. Ordo ap kaos. Opsioni i hapur është. Edhe ky është opsioni i hapur, edhe Mao Zedongit turbullohet që të kulloj. Edhe këta këtë bëjnë. Shkakto kaos dhe pastaj vendos rendin. Kur tjerë njerëzit në ngërmadha të nxjerrin duart. Please help me. Po si thotë ai, do të ndihmoj, thotë, patjetër, thotë, bin këta. Po. Edhe thotë, do vesh një microchip këtu. Paraja do jetë elektronike. S'ka problem, vetëm më shpëtoni, më nxjini nga gërmadhat. Kupton? Po si na duash? Hajde, kupton? Fred ka nevojë për një bota tashmë ka nevojë për një narrativ të re për sa i përket, sepse ka rënë narrativa e pas luftës së dytë botërore. Pra ka rënë e gjithë narrativa në kuptimin e gjitha vlerave dhe konjunkturave botërore që prodhoi. Po rindërtohet një narrativ e re që do të prodhojë edhe një realitet të ri, gjeopolitik apo konjunkturë të arkitekturës së sigurisë. Mendon që do ketë goditje bërthamore? Për mua, me armë taktike? Por unë do thash, dy janë opsionet. Për mua ky provokim, nëse e vërtetohet që është kryer dhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet NATO-s apo nëpërmjet CIA etj, kjo është shumë e rrezikshme. Nëse kjo do t'i mbetet vetëm Ukrainës, atëherë do shkojmë në pikën që po diskutojmë dhe palët janë ulur sot në Stamboll dhe po diskutojnë në mënyrë që të kenë një deal sa më të mirë për veten, po diskutojnë për një marrëveshje armëpushimi dhe asgjë më shumë. Por nëse vërtetohet që pas këtyre goditjeve pasaj, thash nisur edhe nga i provokimi që diskutuam, ai që tha Trump, që ja tha hapur Vladimir Putinit se u duk kështu, u mor me humor ajo. Edhe në Rusi qeshën me atë. Edhe Peskov me shok, është pak i mërzitur thënë. Ajo që i tha Trump që po mos isha unë, ju nuk e dini se çfarë do të kishit pësuar, nuk është e pakët kur shikojmë se çfarë ka ndodhur. Po mos harrojmë edhe vendimin e Gjermanisë për t'i çuar raketa Taurus. Është zhvillim shumë i rëndësishëm, është pikëthese shumë e rëndësishme për sa i përket se ku mund të degradojë kjo luftë. Gjithashtu edhe Britania ka marrë një njëjtin vendim, ndërkohë sot po lexoja unë jam i sigurt me intuit që ato i ka goditur Britania, shërbimi sekret britanik, nuk ndoshta në bashkëpunim me gjermanët dhe me francezët, po unë mendoj që Britania ka dorë. Shiko, po s'u shtuk City of London t'i edhë një bumje të madhe Putini, e t'i kap të gjitha dhe brenda, edhe një vend tjetër duhet qëlluar, e diti se s'duhet flasë kështu, të shtuket dhe o qendra e dytë, po ta nuk bjerë një qëtësit, po s'u shtuken të dy qendra. Qitë luftrat i ka shkaktuar City of London, përgjithësi në botë, luftrat e mëdha. Pas City of London, bota do t'jetë në paqe. Diskutohet edhe ky variant që pas kësaj qëndrojnë britanikët sepse ata nuk duan që të kenë një armëpushim Edhe lufta do vazhdoj dhe unë mendoj fatkeqësisht që do ketë dhe goditje bërthamore në qytetet kryesore të Evropës. Putini do t'i godas, edhe Rusia do goditet dhe në fund lufta do përfundojë mbas disa vjetësh me shkatrimin e Rusisë. Unë kështu e mendoj. Mund të shkojmë edhe aty. Gjitha opsionet janë tavolinë dhe janë të hapura, thash, nisur nga ajo që pam. Nëse të kujtohet Prigozhini që filloi marshimin drejt Moskës, ishte një moment ku gjithë bota pa dobësinë e Rusisë. Ky është një moment tjetër, domethënë që siç e thash edhe në fillim të bisedës, është një moment Prigozhin është gjujsh, ishte gjujsh. Prigozhini, po këto me gjujshe. I forcat Wagner. Lenin, Rasputin, këto me janë gjujsh. Me origjinë. Gjujsh. Kështu që jo, Prigozhini e nxorri domethënë hapur dobësinë e Rusisë, po ky sulm domethënë ishte jashtëzakonshëm, por po shoh që nuk është se ka
brenda Rusisë nuk është se ka pat ndonjë impakt. Mbase për shkak se ky lajm që ne po trajtojmë mund mos jetë fare i vërtet në kuptimin që ka asgjësuar përfundimisht 40 bombardues bërtamor, mund të jetë siç e thot Ministria e Mbrojtjes ruse, që thotë janë hapur zjarre dhe flak, po që janë shuar. Ne pa me video që janë goditur shumë aviona dhe tash, nëse ishin bombardues apo jo, ne nuk e dim, po Jo, ajo duhet parë, pra, sepse nuk ka, për momentin ka nuk dhe ka. mashtrime nga kur sulmuan Kursk, ishin sigur, kupton, të ta pushtonin gjithë Rusinë, Ukraina, si të kujtohet atëherë, propagandë e madhe. Po, mbase kjo goditje ka dashur pikërisht të bëjë këtë që ne diskutojmë. Një hakmarrje të Putinit dhe goditje të këtyre niveleve. Prandaj Ministria e Mbrojtjes në një farë mënyrë e ka cituar, e ka izoluar si informacion të paktën. Nuk është se ka një reagim, le të themi, nga brenda Rusisë që çfarë po ndodh. Përveç se blogerëve nuk ka patur një reagim zyrtar që të themi që na parajmëron për një goditje hakmarrëse të Rusisë në Ukrainë apo në Europë apo qoftë edhe në Britani. Pra, mbase Rusia nuk do të bjerë pjesë e këtij kurthi që ti sapo diskutove. Nuk e dim, letrat janë të hapura dhe pam që ai Zelenski paska pas shumë letra, pavarësisht se thonë që nuk i ke letrat. Paska pas shumë letra për sa i përket tash. Si ka Zelenski, ka perëndimi. Dakor. NATO. Kush pyet për Zelenski? NATO dhe SBA-ja. Një lojtar gjuhësh që bën lojën e interesave të çifutëve sionistëve në botë. Në atë zonë, në atë territor. Po, ti e the që janë dy opsione, o do triumfoj paqja aty që ka filluar aty. Arkitektura e re e sigurisë. Dhe Rusis do t'ju ulen çik portë tash kur ty shkoj aty në bisedime, se ishte me portë të mëdha, domethënë Putini deri tash nuk pranonte, kështu ja tha Trumpi, po lot me zjarrin. Putini mendonte kështu që ajo zona që kërkon të krijojë tampon, ajo është një nga zonat e negociuara mes amerikanëve dhe Zelenskit për të shfrytzuar ato pasurit nëntoksore të atyre territoreve. Dhe Putini tash mendon thot pse ty në amerikanët tu thot me kompanitë e tyre thot të na bëjnë kashillek këtu thot, kupton, ta zhvillojmë vendin se po në kompanitë e mëdha amerikane do zhvillohet vendi patjetër. Kudo që kanë hyrë ata e kanë zhvilluar. Në tigrat e Singaporit, në Taiwan, në kudo, në Korenë e Jugut. Se edhe në Sumi po avancojnë shumë rusët, në Kërki po avancojnë shumë, po. Dhe janë teritoret që i kanë marrë amerikanët, tash ky nuk do t'i lërë amerikanët. Pse të vinë këtu amerikanët? To janë toka të ortodoksëve, janë toka të slavëve. Meqenëse u kryuan këto kushte që janë kryuar të dy shtete, Ukrainë, Rusi, dhe jemi në një luftë që na kanë futur në këto rrethana, tash ne nuk duhet lejojmë që këtu ty në perëndimi. Dhe ai ka kërkuar që ta kapitulon të Ukrainën. Kapitulim do të thotë që ti s'mund të bësh asnjë gjë pa ta lejuar ai që të ka mundur. Dhe një nga kushtet që do t'i vjeshin Ukrainës do të ishte që zhvillimi ekonomik i territorit që do ngelet nuk mund të ecë në këtë drejtim ose në atë drejtim, edhe do ketë një kontrollor të madh të Rusisë që do kontrollojë se si do ecë ekonomia. Kupton? Dhe prandaj Trumpi tha duke luajtur me zjarrin. Ka shumë, ka logjik. Nëse është kjo, nëse në ato territore, se unë të Donetsk dhe Luhansk, paka shumë kam të Zaporizhia, kam parasysh që ka. Nëse është e vërtet që aty ka ato mineralet e rralla kur sfirmosur marrëveshja, atëherë kjo është përplasje e vërtet. Këta tash unë mendoj që nuk do arrihet paqja. Anglezët nuk do ta lejojnë Zelenskin të bëjë paqe, do t'i kërkojnë luftë. Dhe Anglia hyn në fund. Kur të dyja palët janë të raskapitura, ajo fillon pastaj futur ushtrinë e saj. Kështu ka bërë me Wellingtonin kur mundën Napoleonin, kështu ka bërë kur mundën Hitlerin, kështu ka bërë kundër Katerinës së Madhe, kundër Francës, kundër gjithmonë ajo ka pasur dy paralele komponente Britania. E para, flota e 3 shteteve kryesore të botës më të mëdhaja, të mos jetë më e madhe se flota e Anglisë, të marra së bashku ato të treja. Pra ne duhet të kemi flotën më të madhe se sa 3 të parat që janë mbas nesh së bashku. Qofse ne
nuk e përballojmë dot garën me këto të tre, atëherë duhet godasim të dytën dhe të bashkohemi me të tretën dhe të katërt. Më kupton? Po. Dhe të godasim të dytën ta shkatrojmë. Dhe këtë taktikë kanë ndjekur gjithmonë. Dhe në kontinent, të mos bjerë kontinentin në një kontroll, në një qeveri. Pra Bashkimi Evropian të falimentoj. Kjo është arsyeja pse ata dolën nga BE-ja. Dhe gjithë qëllimi është që Evropa të kontrollohet duke qenë e përçarë. Se po bashkua Evropa, do na gëlltisë edhe ne, se një Evropë e bashkuar si të ishte Napoleoni. Mo 3 ditë mjergull më duhen, thashë kur pushtoi Evropën. 3 ditë mjergull në La Manche dhe unë e marr Anglinë, sepse në tokë, në luftë e mund të më njëherë Napoleoni. Dhe në këtë kuptim them që Anglia me elitën botërore që kanë bërë planet, nuk do lejojnë paqe, ato duan luftë në Evropë. Po, për vendin tonë, në rast se zgjerohet lufta dhe është një rrezik që aleatja e Rusisë, Serbia, të kundërvihet Bashkimit Evropian dhe të hap një luftë me Kosovën, për të marrë Kosovën. Pra, populli shqiptar mund të hyjë në luftë me Serbinë. Mundet që Serbia të mos hyjë në luftë. Këto do bëhen me urdhrin e Londrës të gjitha, dhe nëse Vučići do sulmoj, Londra do t'i thotë sulmoj që t'i jepet një pretekst që ta pushtojë Serbinë, kupton, të fut NATO evropiane. Dhe ne kemi rrezik që mund të hyjë në luftë, sidomos Kosova e Veriut me Serbinë. Mirë po është e përfshirë dhe Shqipëria automatikisht. Greqia ndërkohë mund të hyjë në konflikt me Turqinë, është gati, një shkrep se do aty dhe filloi lufta. Izraeli është aleat me Greqinë. Egypti është aleat me Izraelin çuditërisht dhe me Greqinë kundër Turqisë. Libia, post Kadafit, qeveria që kontrollon legjitimet që njihet nga OKB-ja është me Turqinë. Pra, është krijuar një konfiguracion jashtëzakonshëm në detin Mesdhej që mund të bëhet flakë zjarr. Por ndërkohë, pas ndodhjeve ngjarjeve në Gaza këto 2 vjet, Egypti, që e shikon si kërcënim Izraelin, ka filluar të afrohet me Turqinë. Siria, qeveria e sotme, Shara është me Turqinë. Pra, është krijuar një lloj konfiguracioni ku vota që ka dalë nga paqja dhe nga qetësia mund të hyjë gjitha në një luftë të tmerrshme. Ballkani mund të ndizet plak. Por unë shikoj që gjithë të ndërtime që bëhen në Tiranë, përse bëhen, Redi? Unë mendoj që Tirana mund të jetë një oazë i qetë, mund ta kenë lënë ata si qendër që të mblidhen këta pasanikët e këtyre vendeve ku do hapet lufta, zamirmanet që janë në Poloni, zamirmanet që janë në Estoni, në vendet baltike, zamirmanet që janë në Gjermani, zamirmanet, mund ta kenë një nga pikat e sigurisë, siç ka qenë Zvicra në kohën e luftës së dytë botërore, që u mblodhen gjithë milionerët, mund të mblidhen në Tiranë. Unë kështu e shpjegoj gjithë të bumë, gjithë të madh ndërtimesh që kanë mbetur bosh. Në qoftë se do të jetë kjo, domethënë ne mund t'ja hedhim çik më kollaj se të tjerët, por duke parë këtë botë kështu se ne jemi një trup, gjithë njerëzimi botëror është një trup. Kur shikon që dhëmb në një vend është një lloj sikur të dhëmb gishti, sikur të dhëmb thoi, sikur të dhëmb, kupton. Dhe është një gjë e tmerrshme që këto elitat po na fusin. Unë duhet parë se me që erdhëm te Ballkani, para disa ditëve kishte një lajm të shërbimeve sekrete ruse që akuzonin Serbinë drejt për drejt që po furnizonte me municion Ukrainën dhe reagimi i Rusisë, domethënë ishte ndaj popullit serb, në fakt. Ju kemi ndihmuar në këtë moment, dhe momenti i fundit ju kemi ndihmuar për Kosovën. Pra, zakonisht kur flasin shërbimet, Fred, unë parashikoj ndryshimet mëdha. Se çfarë do të ndodhë me Ballkanin dhe çfarë do të ndodhë me Aleksandar Vučić, unë nuk e di. Kur flasin shërbimet, për mua është alarm i madh, sepse pas deklaratës shërbimeve ka menjëherë edhe veprime. Se çfarë do të ndodhë nuk e di. Po në kuadër të asaj pikturës madhe që po diskutojmë, edhe Ballkani po përjeton të njëjtën situatë si e gjithë bota. Pra, o do përfundoj, ose situata do shkoj tek kjo arkitektura e re e sigurisë
në rigrupime të reja shtetesh dhe kombesh që do Duket që rikonfigurojnë. Bullgaria, Romania, Shqipëria, Maqedonia, Kosova janë me perëndimin. Bullgaria mund të ngacmohet nga anë e detit Zin, qofse hapet lufta prej Rusisë, ose rusët edhe mund mos e ngacmojnë, se është një vend ortodoks dhe Rumaninë gjithashtu, që është një vend ortodoks, qofse ata nuk japin kontribut që të fusin NATO në tokat e tyre, kupton, nëse zhvillohet lufta, Rusia mund të mos i kodas, por në qoftë se ushtria e NATO sulmon nga anë e Rumanisë, sulmon nga anë e Bullgarisë ushtrinë turke në detin e Zi, se kjo është arsyeja që perëndimi u përpoq shumë ta fitonte presidentin pro-evropian në Rumani. Në Rumani, po. Nuk është arsye se ka ndonjë interes nga toka, absolutisht. Gjithë interesi është që të kontrollojnë pjesë të detit Zi, perëndimi, që të ketë mundësi të godas flotën ruse në detin e Zi. Në planet që... Deti Zi është i rëndësishëm, se dje për shembull pas goditjes që u bë, ushtria ruse ka ndërmarrë sulme me dronë dhe raketa në Odesa. Pra, është edhe për Rusinë është e vërtet, është luftë e madhe që po zhvillohet për detin e Zi. Për Odesën i është kërkuar Putinit në takimet kur u hap lufta në fillim nga kryeministri izraelit, ai që ishte para Netanyahu, se s'po më kujtohet emri. I është kërkuar në 2 takime gjatë luftës, i vetmi kryeministër që e takoi kur u hap lufta ka qenë kryeministri izraelit dhe Putinin, dhe i ka kërkuar midis tjeras që mos sulmoj Odesën, sepse në Odesa jetojnë 40% vilat e këto ndërtesat, rezidencat, hotelet e bukura janë të gjujshme, dhe ata i kanë kërkuar që të Odesën t'ia lërë Ukrainës, po me sa duket Putini i zëmëruar nga kjo ngjarje e djeshme, po i kërcënon tash që nuk do t'u lë asnjë dalje, po në rast se lufta hapet, sigurisht që Putini të sulmoj dhe Rumaninë dhe Bullgarinë në detin e Zi për t'u marrë një bres, që të mos i lejoj të dalin në detin e Zi këta perëndimorë. Po, duke hapur luftën në një zonë shumë të gjerë, nuk dihet Rusia do të jetë në gjendje të përballojë Evropën. Evropa ka 23 trilion GDP-n. Rusia 3 trilion nuk e ka, më duket, e ka e më pak se 3 trilion. 3 trilion e ka India, 4, Kina e ka 19, 20, Evropa mund të ketë dhe 26, 27. Mund të ketë gati një lloj si Amerika. Dhe Evropa me çik përpjekje, me çik tashi, ja kalon dhe Amerikës, nuk diskutohet. Me GDP është shumë e fuqishme Evropa. Ekonomikisht. Ekonomikisht dhe ushtarakisht nuk e ka problem fare, se ka industri të lartë, gjermanët ata të thash janë marrë me software, tash ata ju rikthehen hardware-ve. Pra fabrikave i prodhojnë vetë aty shkencëtare, teknike, njerëz me inteligjencë të lartë, kanë sa të duash, e kthejnë ekonominë për 6 muaj, e kthejnë në funksion të mbrojtjes. Jemi 500 milion banor në Rusia është e lodhur, as 130 milion, 140 milion banor nuk ka, sepse një 10-12 milion i kanë ikur të 2 vjet. Dhe Rusia s'ka potenciale, prandaj këta e kanë menduar që lufta që të zgjat shumë, mendoj unë, duan që Bielorusia të bashkohet me Rusinë. Duan që Ukraina të bjerë si fuqi kundërshtuese e Rusisë, pra ta kontrollojë Rusia gjithë Ukrainën. Me luftë partizane ata do përpiqen që ta dëmtojnë aty në zonën e Ukrainës, dhe në rast se lufta bashkë me çekët, me slovakët, më fal, dhe polakët, dhe hungarezët, dhe turqit, duan të bëjnë një si ekuilibër që lufta të zgjat 3-4 vjet, kupton, të shkatrohen mirë nga të gjitha anët. Me armë, me këto oreshnike, me këto diskutohet që do përdoren pa punë. Personike. Po, unë them që mund të goditen këto qytetet e mëdha të perëndimit edhe me armë bërthamore taktike. Do thuash ti kush do t'i godas Putini, unë s'mendoj që ka Putini ndonjë valizhe, as Trumpi. Unë mendoj që valizhet i ka dikush tjetër në City of London. Edhe zihen këta të dy, kupton, Gjermania me do Putinit, shikosh do të bëj, se kështu e mësojnë ata. Edhe ja edhin ata. Pip, që nga Rusia lëshojnë ato, po valizhen e kanë këta. Ky është moment. Po, ja lëshojnë pam këte. Pas ai dhe këta, do na shikoni ç'do t'ju bëjmë neve juve nga perëndimi. Edhe qande, pap butonin tjetër ai, goditet Moska, goditet këto. Këtuan ata, kuptojnë që i kanë planifikuar.
Prandaj kjo goditje, Fred, është krahasuar si Pearl Harbori i Rusisë. Se pas Pearl Harborit, nëse ju kujtohet, Amerika hyrin luftë. hyrin luftë edhe shkuam tek bombat bërthamore. Edhe Pearl Harborin vetë e kishin bërë, sepse Po, jo, e kam qartë. e cilësuar si e tillë nën kupton Në opinionin publik. nën kupton edhe një goditje bërthamore, e cilësuar si e tillë. Ka qenë një agent kroat që ishte në kohën e luftës dytë botërore, që ishte nga më të rëndësishmit, ai ishte i besuar i Kanarisit dhe ishte dubël agent. Punonte gjoja për gjermanët në Londër, po Kanaris ishte çifut grek. Dhe Kanaris ishte pjesë e strukturave botërore, kupton që punonte ndoshta edhe bashkë me Hitlerin, gjitha ato skemat që u bën. Po Kanarisi merrte informacione nga Dushko Popov, që është ky Tricikli e kishte pseudonimi, dhe ky jepte informacion gjermanëve për Londrën, po i jepte informacion të gabuar. I jepte 3 informacione të sakta, të lehta, që ata i verifikonin që ishin ashtu, dhe krijohej besimi. Kur vinte puna për një të rend, i gënjente ai dhe e ante Gjermania. Dhe ky tash si agent që ishte i mësuan gjermanët që shpikën mikropikën. Në një pikë të saktuar ishte gjithë një roman i shkruar brenda, pyetësori, komunikimi, çfarë i kërkonin një agenti. Dhe i theshin për shembull, kereshti parafundit faqja 70 e librit, kereshti parafundit tia e dytë nga e majta në të djathtë, ke pika e is ose e jes, ke gjithë pyetësorin. Dhe i vinte në mikroskop dhe i lexonte çfarë i kërkonin aty në ajo pika. Dhe ky shkoi në Amerikë tashi, e dërgoi MI6-i që të vinte të takonte Edgar Hooverin e FBI dhe t'i jepte mikropikën një dhe një informacion që do sulmoheshe Pearl Harborin datën. Që u sulmuas, më kujtohet tash i ka qenë dhjetora, nuk e di, 43, 42, s'po më kujtohet data. Dhe ky vete aty dhe kërkovi takim me FBI në Amerikë aty dhe ju thot, unë jam i dërguar nga MI6, i thot, britanik, dhe dua t'ju jap 2 informacione. E para, mikropika, si ta përdorni edhe juve, dhe e dyta që do sulmohet Pearl Harbori. Edhe i thonë këta, duhet takoj Edgar Hooverin, thot ky. Edhe i thonë këta Edgar Hooverit, ka ardhur njeri kështu, thot, ka thënë, arrestojeni, thot, futeni në burg, thot. Dhe mbasi kaloi një 10 ditë që u godit Pearl Harbori, e lëshuan këta. Nga burgu dhe iku në Angli ky prap. Dhe në vitin 70 e sa, ikte ajo kodi i ruajtjes sekretit. Edhe ky e deklaroi, doli në media dhe tha, kështu më ka ndodhur, tha, unë kam ardhur, u kam dhënë informacionin për Pearl Harborin më 74, e ka thënë këtë. Dhe i thonë këta në fund në një televizion atje, çfarë do të vazhdojnë diçka. Duat më thoni, tha, ku e ka barin ky Edgar Hoover, se duat vetë t'ja rjes atje, tha, barin. Sa se ky maskara, tha, e bëri Pearl Harborin, tha, se po mos ishte ky, tha, ai nuk e kuptonte që gjithçka ishte lojë, se këta ishin lojtarë të veçkël, e s'kuptonin gjë se çfarë bëhej. Hooveri ishte nivel tjetër, e dinte që ishte programuar kjo për të goditur si justifikim që tynte Amerika në luftë, ashtu si me një Lusitania në luftën e parë botërore, që e dinin që do goditeshen nga këto nëndetëset gjermane, edhe e kaluan aty u godit dhe hyrin në luftë më 17-ën Gjermania. Janë skema. Mire, unë mendoj ta mbyllim këtu, ha? Ke ndonjë dëshirë? Jo, s'kam skemi që themi tjetër, tani të presim. Presim se çfarë do ndodh. Inshallah ndodh më mira. Fjalët tona inshallah nuk bien në vesh të Perëndis, to parashikimet e këqija që ne bëm. Inshallah Perëndia ka ndonjë plan tjetër më të mirë për neve. Amin. Mirë, faleminderit Redi. Kënaqësi Fred. Para se ta mbyllim dhe një herë, ju kujtoj që gurin e Sizifit ta ngrini kështu me shumë vështirësi kështu edhe atje ku thot subscribe, një klik. Është pa para, është shumë e thjeshtë. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.